Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot për ju kam sjellë recetën për përgatitjen e lahmacunit, ose e thënë ndryshe, recetën e piteve apo petëve të mpushura me mish të grirë dhe perime. Lahmacuni është një gatim i njohur në kuzhinën turke dhe kushdo që ka vizituar Turqinë, jam e sigurt që e ka provuar lahmacunin. Por pasi të shikoni këtë video, ju do të mund ta përgatisni lahmacunin edhe në kuzhinat tuaja dhe jam e sigurt që do t'ju pëlqejë shumë. Mos harroni që për më shumë receta, ju lutem të bëni like dhe subscribe kanalin tim. Gjithashtu mund të më ndiqni në Facebook dhe Instagram në faqen time Rajana Kitchen. Lahmacunin unë prej kohësh e përgatis sipas recetës së familjes së bashkëshortit tim. Ua thash këtë pasi ka disa variante se si përgatitet kjo recetë. Fillimisht do të përgatisim brumin. Për këtë në një enqelçi do të hedhim një lugë gjelle me sheqer dhe një lugë çaji ose 5 gram maja të thatë ose të freskët. Do shtojmë edhe gjysmë gote me ujë të ngrohtë dhe do e përsijejmë. Në fund do të shtojmë edhe 2 lugë gjelle me miell dhe do e trazojmë derisa të krijojmë një masë homogjene. E mbulojmë masën me qese kuzhine dhe do e lëmë që të pushojë që të aktivizohet majaja. Ndërkohë që majaja pushon, do përgatisim mbushjen për këto petë. Për këtë unë kam përdorur 3 domate mesatare, 4 thelpinj hudhër, një tufë majdanoz dhe 2 kokra qep. Të gjitha perimet do t'i presim dhe do t'i grim imët me blender ose edhe me dorë, por më kollaj është me makineri. Pasi kemi prerë perimet imët, do t'i hedhim të gjitha në një tas apo tenxhere dhe aty do të shtojmë gjysmë lugë gjelle me salcë speci, një lugë gjelle me salcë domate, një lugë gjelle me piper të kuq, një gjysmë lugë me piper të zi, 300 gram mish të grirë, 7 lugë gjelle me vaj dhe afërsisht një lugë gjelle me krip, por për kripën ju vendosni vetë se sa do të hidhni. I përzijmë të gjitha bashkë dhe i kemi gati për të mbushur petët. Gjatë kohës që ne përgatitëm mbushjen, majaja është aktivizuar. Do të shtojmë aty edhe 2 lugë gjelle me kos, 3 lugë gjelle me vaj, 1 lugë çaji me krip dhe 2 goda miell. Do të formojmë një brumë të butë dhe që nuk duhet të ngjisë nëpër duar. Më pas, brumin nuk do e lëm fare që të pushoj, por do e ndajmë në kuleç të vegjël. Për këto masa që unë kam përdorur, duhet të dalin afërsisht 15 copë lahmacun. Më pas kuleçët me ndihmën e tërhollësit ose pecit, do t'i hapim si në video, as shumë të trasha dhe as shumë të holla. Më pas, petët e hapura i mbushim sipër nga masa që përgatitëm. Ju jeni të lirë që t'i mbushni sipër sa të keni dëshirë, por ne në familjen tonë i preferojmë që t'i mbushim shumë. Pjekjen e lahmacunëve mund ta bëni në një tigan në zjarr ose edhe brenda në furr. Unë do t'ju tregoj mënyrën që ne preferojmë. Ju vendosni vetë se si do t'i piqni. Para se të nis hapjen e petëve, unë vendos një tigan që nuk ngjit në zjarr dhe e lë aty që të nxehet në temperaturë maksimale. E ndërkohë vendos edhe një tepsi brenda në furr për t'u nxehur. Tepsinë e vendos në pjesën e sipërme të furrës, pasi më duhet që lahmacunët t'i pjek vetëm në pjesën e sipërme.
Pasi petën e kemi mbushur, e hedhim me kujdes për t'u pjekur në tigan. Në momentin që peta është pjekur në pjesën e poshtme, me kujdes e fus në furrë dhe e lë që të piqet në furrë në pjesën e sipërme të furrës. Do ta lëm brenda në furrë për 1 minutë, ose derisa të shikoni që anët e petës kanë marrë një ngjyrë kafe të lehtë. Në këtë moment e heqim lamagjunin dhe e vendosim në një pjatë. Këtë procedurë do ta ndjekim për të gjitha petët me radhë. Siç u thash, unë preferoj që t'i pjek në këtë formë, por ju mund t'i piqni ose në tigan me kapak dhe piqe njësoj si lart edhe poshtë, ose mund t'i piqni direkt në furrë. Ne zakonisht lamagjunin e shoqërojmë me dhallë. Kjo ishte pra të dashur miq, një recetë shumë e shijshme, madje nëse do e përgatisni një herë, do të keni dëshirë ta përgatisni gjithmonë. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer receta ime. Bashkë do të dëgjohemi sërish në video të tjera. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.